Ramës që merreshin me gjithashtu me inteligjencën artificiale, tentuan që të paraqesin të gjithë fushatën e Edi Ramës me portretin e Sharmantit Ilir Vrenozi. Dhe po të shikosh edhe në portret ata kanë një ngjashmëri. Do me thënë fjalët e Ramës do t'i vendosin Vrenozit dhe Anasjeltas. Si duket, njerëzit pranë Ramës e mësuan një gjë të tillë, pati rrjedhje të informacionit. Rama bëri pastaj i parë vetë. Dhe tentoi të bëj këtë hap të parë. Dhe qytetërisht këtë gjë nuk e di ti, por ta them unë, më njëherë pas Ramës kur i dështoi Katja, futi mik Gjergj Lucën. Dikush ka ftuar Vrenozin pas Ramës, pas sa është mbyll telefoni? Gjergj Lucën. Deri këtu diu, nuk di se çfarë. Pastaj ka fut mik Gjergj Lucën, vit marrë makinë në Korçë, vish ke podcast tim, jemi demokratë si ti. Nuk e ka pas vetëm qeshje kurrë ti Ramës. Mirë. Unë po të them si ishte, domethënë do të ishte një gjetje nga fushata e Partisë Demokratike, ti përgjigjej Ramës me të njëjtin kurs monedhe që ai po përdor ditë mbas dite. Ja, ti çfarë më përshtyp apo? Se unë dhe Bushati Shkullaku nuk shqetësohemi. Po për ty dhe për Batojen e kam një pyetje, në fakt edhe që ma habit fakt që nuk shqetësoni. Rama ju konsideron në xhep edhe nuk ka interes. Mos ju shqetëso. Apo Rama mendon se Vrenozi është më rëndësishëm se ju dy. Atëherë. Unë po të jap një përgjigje shumë. Jo, unë po të jap, po ti se kuptove çfarë po thosha se. Do kanë vështirë apo Unë po ta them edhe një herë. Atë konsideron se i ka. Jo, pavarësisht paragjykimit tënd. Për kë? Jo, paragjykimit tënd. Paragjykim të kujt? Të idesin, nëse ti ke një mendim, çfarë duhet të jesh patjetër në xhepin e dikujt. Por unë po them Rama ju mendon gjë. Jo. Ju mendon se si duhen në fare. Po të pyes më. Po jo, s'më intereson fare kjo të ska interesin ndaj Vrenozit. A mendova pse s'ka bërë telefon mu? Sepse fushata që po bën Rama. E ndikuar nga mënyra se si ai e gjykon. E ndikuar gjithashtu dhe nga kundërshtari që ka përballë, bën që të vlej më tepër betja se sa mendja. Më fal që un po marr këtë pjesën e dytë, atributin e pjesës së dytë. Zgjedhjet e njerëzve, të cilët ne duket sikur i kemi zgjedhur na qeverisin në 30 vjet, kanë qenë pikërisht të tilla. Dhe unë nuk habitem fare, kur ti thua që nëse do të zgjidhte, meqense e personalizove, mes Batonit dhe meje dhe Vrenozit, po padyshim do të zgjidhte atë. Rama është mjeshtri i zgjedhjeve të gabuara nga pikpamja morale, po nga pikpamja e interesit të tij, të aty për atyshëm, rrallë kush i afrohet. Tani do shkojmë në reklama, po tani që ta mbaroj në ty do e filloj. Që ta mbaroj për sinqeritetin që the. Po që ta mbaroj. Vrenozit i duket është më rëndësishëm se sa ne. Ose ti e pranon ky hesht. Një minutë, atë po të them. Tentoj. Dhe duhet ta bëj një shpjegim para deputetët e opozitës nuk bëjnë pagesë, po hoqja dhe marketingun politik. Shkojmë në publicitet dhe kthehesh e ke fjalën sa